Përjetimet më të vështira që kanë qenë 98. Kom pas një aksident me kamion temin, kisha dhe shoqen me veti, edhe e kom harru, do më thonë, atë këpjerin me lëshu poshtë. Kom ecë me ato për pjetë edhe jem tesh në urë, edhe një 4 herë jem rëkullis, edhe kanë qenë ato vedija ka hupë, sikur shoqës. Shoqet, do më thonë, i njeke ortë, mjekët që më kanë tërgu, kanë thonë kjo 99%, edhe ka qenë, me vështira ka qenë 7 zonë, në të 4 muj. Unë të thëmë, i më artë në të pikën si më bo vedvrasje. Se i më tha, 99% tha kjo nuk jeton. Që mirë atë, pa mirë falimderit. Pa mirë nërë. Ju si kalën një? Mirë falimderit. A një lodhë, apo nërë një? Ka pakën, kur ti e këto knaqëm se arin e pasë? Peja është shumë bukur, është u përmirësu, një është shumë. Nuk u këtë. Ku jetonin peja për jashtë? Ne jetojmë jashtë, a jëmë në Zvicër. Në kantonin, jëmë që 40 vite. Jetoj këtu në Pavlan. Ta shumë i përgjenum. I ri bre penzion? Valla, jëmë dalë, një përndet. Kështu, Amerikan, përjetimet më të vështira që ki kalu një të ndonda? Përjetimet më të vështira që kanë qenë 98. E kom pas një aksident me kamion temin, e kisha dhe shoqen me veti, edhe e kom harru, do më thonë, atë këpjerin me lëshu poshtë. Kom ecë me ato për pjetë edhe jem tesh në urë, edhe një 4 herë jem rëkullis, edhe kanë qenë ato vedija ka hupë, sikur shoqës. Ato kanë qenë, do më thonë, a i vetë ka qenë më i vështirë në jetën teme. Po, në nimin e Allahit e kem kalu edhe atë sfidë. Ka qenë sigurisht sfidë e vështirë? Sfidë e vështirë ka qenë shumë. Se shoqet, do më thonë, i njeke ortë, mjekët që më kanë tërgu, kanë thonë kjo 99% nuk pështan. Edhe ka qenë moment shumë i papërshkueshëm. Po, me nimin e Allahit e ka i lumë edhe atë sfidë. Sot kur kujtojnë vetë moment vështirë që ke kalu? Kur kujtoj, i thëmë, do këtë që kërë onër, se për shembull, unë e kom përjetuar atë ngjarje. Po, më ardhe më pështuti, mi pa fotografit e kamionit që në qarë gjendje ka ardhë, kështë e thonë, është e pamundshme. Të dëmtuar shumë? Kom dëmtuar, po, kokën e kom pas të krisën, këtë karahin këtu, bryllin, edhe komën e kom pas të thyme. Shoqja ka pas këtë komën në thyme këtu. Edhe ka qenë, me vështira ka qenë 7 zonë, në të 4 muj. Po e kam bjetu edhe djali. Djali thash është 2 metra i nalt, edhe arsim ja kem gjitë emrin. Kjo dhe më thonë, këta zvestranë thojnë fat edhe fatkesi, dhe më thonë glëk, unë glëk. Kem pas shumë fat. Sigurisht që të përjetosh një aktivitet ka që të rënd të shpëtojnë një bebe është Kjo është diçka shumë e madhe. Edhe ata nuk kanë mujtë, për shembull, më intervenu puna shkaki se shtatzanimi. S'kanë mujtë me dhonë të rifar lloj ilaçe. Edhe, do më thonë, e garujt, po kjo ka pas shumë më konë gjendje të vështirë, shoqja. Po, ja kaloj. Edhe, fëmiu më letë, do më thonë, pa të meta, kjo është shumë interesant. Ke qëndru afër njëri tjetrit në momentet vështira? Po. Unë e kom prit momentin të rëkoj drejten, unë s'ka pas jetë, qoftë se shoqja më kishë dekë, s'kisha pas jetë mo masadela. Edhe në hangët kom prit tash kur që pa thot mjeku, po mendimin e Allahit, edhe do të kolegë zgjestranë që i kom pas, e kanë ftu një mjek specialist për i bernit të ardhë, edhe ja kanë dru atë medikamentet, edhe ka pas sukses, edhe është nosh. Duke që e lidhur shumë i gruar. Shumë, po. Sa mirë, ka të shifte që janë... Jo, 15 vite është ajo me resonë. 15 vite me resonë? Po. Interesant të vetën, ka jure. A të ka pengu? Ja, valla, mësëm ka pengu, a shoqin e kumë vetë, ka se ka pengu. A i ka pengu? Ja, jo. Po kjo është sakrifis për dashuri. Kjo dashuria e vërtet ka qenë. Kjo, dhe më thonë, nuk ka pas të me dorza pa dorza. Tamam qeni dashur pa kushte. Jem dashur pa kushte. Andran, sot,
Për gjitha këto që keni kaluar bashkë me gruan tënde, rrugtaren e jetës. Cili keni një moment që pa harruar përveç kësaj tragjedie. Momente kem dhe momente edhe të mira që kem kalu. Do më thonë në Zvicër kem jetu, kem shëtit, gjithë ka. Do më thonë i kem 3 fëmijë, 2 jem edhe një vajzë, si drita. Me gjatë. Faleminderit me gjatë jotë, e shumë bukur. Për jetimet bukra kem kalu, për pas që ti aksidentit. Qofshin të kaluara gjitha këto? Po është të kaluar të harruar, si thojnë. Po për dashurin, a e keni sot? Si e keni pasur ditët e para? I bilevi që po shtohet më fort. Po shtohet dashuria më fort. Çka e bën këtë dashuri që po shtohet? Po shtohet se, do më thonë, tashti na kem kalu shumë jetë mirë, e kem një gjutë për bashkët. Edhe, do më thonë, tashti na njoni pa tjetën, që tash më rastin marrë vetën, së në zvi vetën. Da im bashkë këtoj. Jeni bashkë këtë shkojnë? Shumë të këtë shkojnë. Tash edhe në punë e kom marrë me veti, së në me kamion të ziti, atje vëzitës, kom marrë me veti, non-stop. E pas që shok të amanë të atje? Pa e pas shok, as shoqe se ki, as baba, as la, as kur gjë shok dhëtë me pas mas fari, atë ato tjerët. Po për dashurin ma shumë, jepni ju apo gruaja? Bashkë, njëjtë, shumë njëjtë. Kënaqësi e madhe. Shumë. Kur e mbani dashuri një Ja, person edhe në ndërvite. Ajo shumë bukur. Vesh zgatë kësi moti, si thënë. Si e kishë mendu jetë për tek saj, pa gruan tënde? Pa grurës, unë të thëmë, i më artje në të pikën si më bove drasje, të tregoj të vërtetën. Qofë se shoqja s'ka pas sukses, se im tha 99% tha kjo nuk jeton. U kun shumë fështirë, moment i fështirë për mu. Edhe kom prit në atë moment që si të mjen lajmi, si përfëndoj, une ju kun gati me dhënë jetën. Çfarë burri? Tani burrat s'japin dashuri. Ja po, ka po. Asë Romeo e Julieta. Ja, vallaj, unë s'di që shkon me Julieta, që ta tregoj dashurinë time ndaj shoqes. Qa kishe pas, qa kishe kanë gjendje me po për gruan tënde? Për gjitha këto që Më mytë, që ku pëtë ma tepër. Ma shumë. Shumë e du, edin. Shumë është të mirë njose. Qa kishe thonë një mesazh që kurrentën tënde s'ke mundëm ja thonë për mes kamerës? Unë i thëmë asaj, e du shumë, edhe i rëj shëndet e jetë e gjatë, pa shortës time, edhe vajzës edhe 2 djemve. Edhe gjithat mirat, një jetë. Ja të gori për qafim? Ja, po, të dua shumë. Pa kënaqësie. Jetofshin bashkë deri në momentin e fundit të jetës tuaj. Faleminderit shumë. Uroj më të mirat në jetë juve. Faleminderit shumë. Kënaqësi që ndajteni copës nga jeta. Shumë faleminderit.